ka qenë djalë i ri në kohën e pejgamberit alayhi salatu vesselam, që e kishte emrin Alqame. Ky njeri ishte prej namazlive, ishte prej agjeroslive, ishte një njeri që nuk ishte lanë sevap dhe punë të mirë pa vepru, një njeri shumë i dashur në mesin e pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe sahabëve të tij, një njeri i cili kishte peshë të madhe, dhe Allahu Dhul Gjelal këtë njeri e sprovon me një smundje të rëndë, dhe smundja e tij ka zgjat një kohë, saqë kur është keqsu gjendja, gruaja e tij po mendon që ky njeri ka me vdek dhe është momentet e agonisë së vdekjes, shkon te pejgamberi alayhi salatu vesselam, thot ja Rasulallah, Alqame, burri jam, shoku jët, është shumë smut, nuk ka mundësi me thanë shahadetin, nuk mundet me hapë gojën e tij dhe buzët e tij me livrit, me thanë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Dhe pejgamberi shqetësohet, sepse ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, çaj njeri i cili fundin e jetës tij e ka me shahadet, ka me hin xhenet. Çaj njeri i cili momentin që don mi dal shpirti, thot la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ka mu fund xhenet Allahu Dhul Gjelal. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam po i thot Bilal Habeshiut me zinës të tij, e pi thot Imam Aliut radiallahu anhu, e pi thot Selman el Farisiut, e pi thot Amarit, shkoni të gjithë ju dhe kujtoni shahadetin e shtratin e vdekjes tij. Dhe kanë shku këta 4 sahabë, prej sahabëve më të mëdhaj, më të pëlqym, prej sahabëve më të mirë pejgamberit alayhi salam, dhe po shkojnë te shtrati te koka e Alqames, po i thojnë la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dhe ky njeri nuk mundet me lëviz me buzët e tij. Dhe kthehen te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, po i thojnë o pejgamberi i Zotit, ishëm duke ja thënë shahadetin, nuk ka mundësi me gojën e tij shahadetin me shqiptu. Thot pejgamberi, mos i ka prind gjallë njëri prej tyre, po i thojnë po ja Rasulullah e ka nanën, e shtym mosh, është plar, dhe thirrma nanën. Po i thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a mos ka diçka mes te dhe mes djalit, që ky nuk po ka mundësi me thënë shahadetin? Po i thot ja Rasulullah, po i thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ma thuaj të vërtetën, përndryshe Allahu Dhul Gjelal shpallje prej 4-700 ka me më zbrit. Thot vallahi oj dërgumi i Zotit, o pejgamberi Allahu Dhul Gjelal, ky djali jam Alqame shoku yt, s'ka lanë namaz pa fal, nuk ka lanë punë të mirë pa vepru, nuk ka lanë gjatë mirë këtë dynja pa punu. Mirë po kur ishte puna te gruaja e tij dhe te une, i jepte përparësi gruas më shumë se mu. E më ka i dhnu, e më kanë merzit, e nuk ja kum bë halal, e nuk ja bëj halal. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam Bilalit, edhe Imam Aliut, shko dhe të bëni disa prej drujve. Po thot kjo plaka pse çka do me bë pejgamberi i Zotit? Thot po e kalli zjarmin dhe po e gjujmë Alqamën në zjarr. Pi thot pse djalin tem ja Rasulullah? Thot po ti po e gjujmë në zjarr në xhenem, e zjarri kësaj dunjaje më i lehtë është po e gjujmë ja këtu se sa ti atje. Thot vallahi e paça fal ja Rasulullah. Vallahi pja bëj halal dhe pejgamberi i Zotit. Pasha Zoti këtë kum ja bëj halal çam ka hin hak. Shkon sahabët e pejgamberit prap të katërtit, edhe Selmani, edhe Imam Aliu, edhe Bilali, edhe Amari, po shkojnë te ky njeriu dhe po i thojnë la ilaha illallah, la ilaha illallah, po e shqipton fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dhe ka vdek. Dhe pejgamberi sa me ka marrë kanë pastruar. Edhe ja ka fal xhenazën vetë Rasulullah i këtij njeriu, edhe i ka marrë disa fjalime para tyre, do të mos e hinin hak nanës, se vallahi nuk i mundësi pastaj para Allahit Dhul Gjelal me dal as namazi, as agjerimi, as haxhi, as Kurani, as sadakaja, as ndërtimi i xhamis, nuk bën punë para Allahut Dhul Gjelal nëse ki hak babën edhe nanën. Dhe ne si xhamatli, si namazli, si ramazanli, ne që po lexojmë Kur'an, po vim xhamin, safin e parë, po falem edhe jashtë këtë diell të madh, këtë ko xhegut na të vend tu falën në obor xhamis, e Zoti më na gjuh për fytyrë këtë namaz, e Zoti mos na pranu, për shkak që babës dhe nanës në hak ju kemi shku, atëherë ti tutum Zotit Dhul Gjelal, ti përmirësojmë raportet tona me Zotin Dhul Gjelal, raportet tona me prind, mos ju him hak askujt të vllazër.